Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdrimet I takojnë Allahu xhela xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatun mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Mirë se takohemi në këtë ditë të begat, pas një shkputje si rezultati haxhit, ku lutem për vetvete, për ju dhe gjithë ata që kanë qenë këtë vit në haxh, që Allahu xhela xhelaluhu t'i ketë pranuar prej neve dhe juve të gjitha veprat e mira. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, kemi qenë para udhëtimit duke trajtuar një temë të rëndësisë së veçantë, të cilës do t'i kthehemi, por dua që në hyrje të kësaj ligjërate para hutbes të nxjerrë diçka prej margaritarëve edhe mësimeve të shkollës së haxhit, të udhëtimit jetik. Pra haxhi është udhëtimi I jetës dhe është një shkollë e madhe. Këtë kemi promovu vazhdimisht dhe promovojmë. Unë jemi vetëdijshëm që ju kry haxhi. Nuk jam të fol para haxhit tash, jam të fol mas haxhit, po haxhi që po vije është nesër. Haxhi që po vije është nesër. Shumë shpejt vije koha me përcjell haxhit e vitit tashëm. E me që unë I kam informatat edhe gjendje shumë të freskët, sepse po vij nga haxhi, po du me I përcjell disa mesazhe që unë I kam pa të rëndësishme, ani pse në atje e kemi kaluar kohën më të mirë të jetës tonë, në ato vende të shenjta ku kemi studiu, kemi jetu, kemi shku shumë herë, falë Allahu xhela xhelalu, mirë po unë këtë ja kam thënë shumë kuj dhe po e shpalosi edhe prezencën e ju, qashtu Allah e ka bërë të dashur shtëpinë e tij që sa herë që të shkojmë na duket që për herë të parë po shkojmë. Dhe se cilën herë nxjerrim mësime të reja. Prandaj unë kam vetëm një mesazh për audiencën, për xhamatin, për vëllezërit dhe motrat tonë që mendojnë inshallah me shku në haxh, atyre që Allahu ua ka caktuar. Unë kam dy këshilla, dy sugjerime esenciale ose generale. Këshilla e parë është vëllezër, unë e quajta shkollë, edhe çashtu është haxhi shkollë. A keni një herë që dikush kur t'i bën 80 vjet regjistrohet në shkollë? 80 vjet ishte regjistruar në shkollë, po hikin klasë parë. S'keni një sigurisht. E po tash në shkollën e haxhit a bën me shku qitë mosh? Me shku bën, po a e kryen mirë? A e kryen mirë, a kthehesh mirë, tani që kjo është aja që unë po du me e cek. Unë jemi vetëdijshëm që po du me I folë edhe audiencës jashtë xhamisë. Haxhi o vëllezër, përveç që shtyll për shtyllave të Islamit, duhet me u përjetu, me u kënaqë shkurt, me u kënaqë në shtëpinë e Allahut. A ka mundësi për shembull një moshun I cili është nën regjimin e barnave mjekësore me u kënaqë në haxh. Na, sidomos këtë vete kam pa dhe për atë arsye ja kom obligu vetvetes që m'ja u thanë këta, me përcjell si mesazh. Mos një kështu vllazni. Se na I shohim lëshimet që I bojnë pastaj njerëz të moshuar në haxh. Lëshimet, gabimet, problemet që ja sjellin vetvetes edhe përcjellsa. Prandaj sugjerimi im është herët mos e lëni haxhin, masi ti mshelmi krejt, ti martojmë fëmijën, ti bojmë shtëpiat e villat e xhipat, që tash po shkojnë në haxh. Pse kështu? Vëllezër, na kemi nevojë me njoh gjana të mira drejt. Në momentin që hym mbyllëk moshën madhore, neve veç na ka ardhur faktura për haxh. Kështu do të kuptoj thjesht. Në momentin që ke hi moshën madhore, të ka ardhur faktura për haxh. Thirrja. Po hoxh hala s'm ka thirr, veç kallzon ti mu qysh do të me thirr.
Se ka do që e kanë këtë ideologji, halasëm ka thirë, veç kalzëm kush thirë. Na jonë është me kry urdin, i ki paret, dush mu regjistru. Pra, vlezër me kohë, sepse e kryn haxhin mirë, e shijan haxhin mirë, tani aja çështja e dytë ndërlidhet me këtë parën, po njëherë po mirëna me këtë parën. Pra, është tek ne në popullin tonë sillet që herët ke farë bisede që unë isha shku në haxh i ri, po s'unë moj haxhin. Edhe kjo flitet, apo? Unë isha shku në haxh, po s'unë moj, tut na gaboj. Po na vllazi që na kanë në qabe, shumë herë madje, nuk i na bë me laçe. Si na bë me laçe, keni bën e kështu kthy bi haxhit me laçe? Jo. Na shpresojmë që na u kanë fshim katet e vogla dhe që jemi pendu prej të maja, jena kthyt pas të pej gjinohet. Kaq. Po, kjo nuk do me thonë që na mos bojna gjinohet. Madjas Allah se ka kërku këto. Allah nuk ka thonë qëre, nëse shkonin në qabe, edhe bëni gjinohet, ju prishet haxhi. A e keni një në herë në i hoqë të thonë që shto? Se keni një. As keni me një kur. Atër, pse pe vanën haxhin? Mëse le haxhin kur të shën ketë takatja, kur të bash me lese që thot populli, e që atër për të përshkone në haxh. Ka bëjmë është. Prandaj o vëllezër, merrni me seriozitet. Edhe ata që janë tri, edhe ata që janë më në moshë që ende si janë kanë, vllai nderun bëne prioritet me kry haxhin, me shiu haxhin. Haxhi është shkollë, çdo plan, çdo hap në haxh është shkollë në veti. E thamë në shkollë, si të regjistrohesh më shumë të hinë, kemi hime ata nxënësat e ri, ama rezultatet janë, dhe më thanë, jo shumë të pritshme. E dyta, mesazhi i dytë është o vëllezër, me që po him këtë shkollë, po dojmë më regjistru në shkollën e haxhit, mos shko dur në gjepa. Mos shko dur në gjepa. Në shkollë nuk shko dur në gjepa. Shkojna, kemi studenta, nxënësa që shkojnë dur gjepa, pa ta që shkojnë edhe kthehen. Haxhi, lexo për haxhin. Vëllezër, unë po du me fol shumë shplut, se unë javdu të mirën për atë arsye po flas kështu. A besoni që neve na u kanë bërë pyetje, tu kthy pi haxhit. Pyetje, po thuaj që ai është të shku në haxh tash. Nuk e dish ku kanë as çka ka bën. S'po them që janë këta ashtu, po një kohë çashtu, por mu ka qenë shumë shokuese ku haxhia mas i ka kryer këtë ceremoni të tu kthy tash për Kosovë, ta bën pyetjen po thuaj që jena nis tash me shku në haxh. Kjo çfarë dersim ka dhënë kjo? Kjo më ka dhënë ders që ky person as ka lexu për haxh, as nuk u kanë i vetëdijshëm ku të shku dhe çka të bën. A ka kështu? Ka vëllezër, on pyetje mosha, është në pyetje analfabetizmi. Na ende si popull kim, o problem na nuk lexojmë. Si popull na kem problem me lexim. Duhet me lexu vëllezër. Ti që ja ke mësy je regjistru për vitin e ardhshëm për haxh, pej tashtit ka pe lexoj 2, 3, 5 libra. Ndëgjo derset haxhallarëve që ti kur të shkojsh me qenë shumë i përgatitur me kry që të shkollë mirë. Pse? Se rezultati këtij që thaj është, ku ne e këna mësyna? Na e këna mësy një shkollës superiore që quhet haxhun mebrur, haxh i pranun, shkollë e pranune. Cila shkolla pranune, haxhi i pranun? Aja që kryhet që shë kërkon Allahu dhe që shë ka bo pejgamberi s.a.s. Andaj vëllezër, këtë mesazh po ta qef në hyrje, me thonë se unë e harroj, pastaj na kapin tema tjera, harroj, inshallah kjo regjistrohet edhe mbetet. Merrne me prioritet haxhin. Mos e le haxhin temën e fundit të jetës. Sot mund me ta marrë Allahu shpirtin. Ose të çon takati, smundja, të çon dikon bedel. E ke kry obligimin, por nuk e ke shiju shkollën e haxhit. Kurse e ke pas mundësinë. Edhe dyta, mëso për këtë shkollë. Përgatitu, ki mu kthy shembull se ti haxhi, që je kthy si vjet, ti je model i shtëpisë. Syt në ty i kanë familja, çka po na tregon baba haxhi që kon haxh. Baba haxhi nëse se ka lexuar as një libër për këtë shkollë, çka ka më kallëzu?
O ka një guri, ku pa një guri asë në qiell, asë në tokë. Ta një lem pa tekst ata që në shkollun, se kjo bje ndesh me metafiziken. Asa nej, as kënej, e qysh që ta e patja, dishat me kalzu. Pra, vlezër, të përgatitemi nëse duam që t'jemi cilësor. Pas saj hyrje, unë e kërkoj shumë mirë kuptim, po duhet me i thonë këto gjana se na duhet me qenë kritik edhe autokritik. Na kemi qefo, vlezër, krejt haxhit që shkojnë me u kthy të kompletun, me u kthy model, me u kthy fillimisht me haxh të pranun, po me qenë edhe model edhe kur të kthehen. Minejt gati namazit që shinejshin në qabe, minejt gati obligime që shi ka nejt në qabe, një hram për shambull edhe numër edhe në haxh, një dit, 2, 3, je i sankcionun, quhen ato mahdhuratu li haram, ndalesat një haram, zbon që ta me ba. Pra, janë disa ndalesa gjatë jetës që s'po bëj ka mi ba. Pra, të mësën, të aftësën haxhi që jeta pas ka regula. Se do janë që dojnë me jetu fri. Unë e thëtë si pranej këto regula, unë du me kanë janë sankcione. Na këtyni e thojmë ku bëshkët i samafori, apo hinë të kuqena, apo pret. Jo, po du të me pritë se e bëjni, po këtë jeta që shto samafor është. Dikur kallet e gjelbërta, dikur kallet e kuqja, që dush monal, krejt jetin që shto Zoti ka para pa, edhe njerëz të mëshëm kanë vendosur regula që duhet me u zbatu. E haxhi o vëllezër, vërtet por është një shkollë pra universale. Ne kemi qenë duke trajtu një temë para se të shkojmë në haxh, para se të ndahemi nga ligjëratat javore, kemi qenë duke i trajtu cilësitë e robëve të mirë të Allahut. Dhe kjo është takimi 6 me këtë temë, me citatet e fundit të kaptinës Furqan, kaptina dalluese e dallimit, e cila i dallon, kemi thënë, në robët e Zotit. Kërrit që në robët e Zotit, krijesat e Zotit janë gjithë ata që i ka kriju Allahu xhel xelalu, robët e Allahut janë të veçantë. Për atë arsye dhe Allahu kështu i ka thujt Ibadur Rahman, robët të veçantë të Rahmanit. Pra të Allahu xhel xelalu, dhe kemi folur në 5 ligjërata për disa nga ta. E po vazhdojmë edhe me tutje në citatin 72, me i trajtu edhe disa robë të Allahut xhel xelalu. Prej robëve të Allahut, citati 72 e përcjell një mesazh të veçantë. Prej robëve të Allahut janë ata që i korrigjojnë fjalët e tyre, janë të kujdesshëm në gjuhën e tyre, i kanë të limituar fjalët e tyre, i kanë të përzgjedhura fjalët e tyre, flasin fjalët më të mira, janë të kujdesshëm mos me fol ato që nuk e don Allahu xhel xelalu. Pra, është shumë e rëndësishme sepse robët e Allahut ushqehen me mësimet që Allahu xhel xelalu i ka lëndësuar. Që sa mirë thot Allahu në Kur'an, edhe pse këtë temë kam trajtuar në disa hutbe, po ja vlen me i përsërit këto citate. Allahu xhel xelalu me një citat në Kur'an thot: "Wa hudu ila at-tayyib min al-qawl." Mësonu me fol mirë. Unë pjerë kuptimin këtij citati. Përkthimi është udhëzonu te fjala e mirë. Kuptimi, manaja e citatit është mësonu, trajnonu me fol mirë. Vëllezër, na jemi të jetuar në kohën e teknologjisë, në kohën e zhvillimit të arsimit, shkencës, dijes. Për shembull, shtetet zhvilluara, e kam thënë edhe këta disa herë, marrin trajnohen qysh me i prit klientat, para marketeve, mrena në markete, ose në forma ndryshme. Trajnohet qysh du të mi prit në fjalë mira, me gjeste, me sjellje kështu me radhë. Llogaritni qytyni trajnimeve sa ju pas ka paraprit Kurani. Atëherë kur bota ka jetu në errësirën e ignorancës para 15 shekujve, Allahu po thot, unë pjerë kuptimin citatit. Po du me nëzirë mësim, Allah vëtë trajnono me fol mirë. Para kur? Para 1500 vjetë. Trajnono me fol mirë. Që i bjenë se, kur të mësohemi me fol mirë, sepse fjala e mirë, vëllezër, është çelësi i parë i komunikimit.
Fjala e mirë është çelësi i komunikimit. Për atë arsye edhe të parë tonë kanë thonë, të moshunit kanë thonë, mos e qit fjalët e fundit të para se tani soni han ato mo. I ke thonë u kry mo, për shumë habeti. Nëse ja thoj dikuj fjalët e fundit, e ta ka dalë se po kthehna. Është problem se e ke lanë aty një shenjë negative. Pastaj thot Allahu në Kur'an: "Wa qulu lin-nasi husna." Njerëzve folni mirë. Njerëzve folni mirë. Njerëz dojnë mi fol mirë. Llogaritni sot për shembull na kena orë në xhumë. Edhe dikush për shembull ka një problem të vetin. Tu hin xhami ose tu dal bi xhamis, ta thot një fjalë, po them një fjalë tron. Llogarit ta prish tash me xhumë, me atë kënaqësinë e xhumës, me llogarit sa. Edhe kundërta. Ndodh që një person ka një gajle, ka një preokupim, ka një mërzi, dikush ja thot një fjalë të mirë. Wallahi thot, ma nëjqe ditën, ani pse gjumo, po ma nëjqe. Pse o vëllezër, se na jemi krijesa sociale, na ndikohemi për fjalëve. Allahu xhelle xhelalu gjuhën e ka bën mjet komunikimit, për atë arsye këtij mjeti ja ka shtu fjalët e mira. E Allahu këtu po thot, tash po i përmend për rrobëve të mirë të Allahut janë që ruhen, kursehen nga fjalë që mund ta rrezikojnë, që është gënjeshtra, shpifja, akuzat, e gjërat të cilat pra prishin raportet, prishin relaksin edhe do thot dëmtojnë personin apo shoqërinë. Thot Allahu xhelalu xhelalu në citatën 72: "Walladhina la yashhaduna az-zur." Për rrobëve të mirë të Allahut janë ata që nuk gënjejnë. "Wa idha marru bil-lagwi marru kirama." Kur kalojnë pranë të keqes, kalojnë duke u shmang me dinjitet. Pra, çështë është përkthimi i citatit. Pra, Allahu xhelalu xhelalu në këtë citat ka përmend dy gjëra. Ka përmend që thekson për rrobëve të mirë të Allahu xhelalu xhelaluhu janë ata që nuk dëshmojnë duke gënjy. Kur kërkohet diçka me dëshmu, dëshmon sinqerisht. Edhe nëse me personin nuk ndan raporte të mira, po nuk e flet ato që s'duhet me fol, nuk shpif, nuk gënjen. Këta janë rrobë të mirë të Allahut. E pastaj jo vetëm kaq, por kur kalojnë edhe pranë të keqes, kalojnë pra duke u shmangur me dinitet. E unë du që ti nxjerrë disa mësime në fakt nga ky citat kuranor. Në radhë parë të ndershëm vëllezër, ky citat ka të bëjë me rrafshin socio-shoqëror. Ky citat na mëson çysh të rregullojmë raportet sociale dhe çysh të rregullojmë raportet shoqërore. I bie se shoqëria nuk ndërtohet, nuk mjafton na veç që dëshmojmë që vim në xhami. Nuk mjafton na veç që vim në xhami. E si dalmi në rrugë me vazhdu na me egon tonë, me dëshmu me fol ato që s'ban. Po, filani ka thonë kështu, pa e ndëgju të heq. E kum po filanin të punu kështu, pa e po heq. A ka që si raste? Ka mjaft. Ose, ndoket, a i ka thonë për këto qështu. Ndoket që filani ka të regu që e ka po ato, edhe kur ta lyp një atë filanin, del në fund, nuk e njohur që e filani. Zdijet, është shkurt, inexistent. Amo personat rënë konflikt se rezultati fjales të një personi që po vjen në xhami. Po unë për marrë shambull se na duhet me konë shambull i maj mirë. Nuk po flas tash për ata persona që zvinë në xhami. Na duhet me qenë modeli maj mirë, vëllezër, se Allah madje neve po na drejtohet. Allah s'po thot mëkatarët, por Allah nuk po thot prej gjunaqarëve janë ata që dëshmojnë rrejshëm. S'po thot Allah kështu, po thot robët Allahut janë ata që nuk dëshmojnë rrejshëm. Që i bie se na pra që vim në xhami, që falmi, që agjerojmë, që kemi qenë hax, apmi zekat, na do të me qenë të kujdesshëm këtë pikë, mos më ra pra për këti veprimi jo të mirë. Pra, ky citat të bën më të përgjithshëm në fjalë dhe në vepra. Vëllezër, i bie që ky citat na bën më të përgjithshëm në fjalë. Mos e fal pa qenë i sigurt. Çdo gjë, çdo send që
mirëshin pyetje për te, dietarët e sa më thonë kështu, derisa nuk flet për diçka, kur Allahun pyetje s'ka me të marrë. Ky është vendimi i dietarëve. Derisa nuk flet për diçka, Allahu kur s'merr pyetje. Në momentin që fole, përgatitemi një herë përgjigjen çka kemi thënë Allahut. E llogaritni vëllazër sa flasmi na sane, që thot populli flasmi hashamet. Që veç hajt. Që kjo veç hajt din mona kushtu këgjaron tani në atë. Që shkemi thonë, cila procedura fundit para se mi në xhenet? Kantare, ma është mos i ta kalojmë urën e xhenemit. E ke kalu urën e xhenemit. Thash, janale se s'kelan sa pa fol për mua. Nale dikush atë thot, ke shpif për mua e këto, edhe thash do të më kthy edhe një herë atje ku jam. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra qëllimi jonë është që ne me përfitu nga këto citate dhe me mësu. Po ashtu, ka të bëjë me qasjen ndaj faktorëve negativ. Në këtë cilësi e besimtarit mirë me i frekuentu vendet jo të mira. Wallahi vëllezër, du me përmbyll këtë ligjërat për me vazhdu inshallah në javën e ardhshme. Të parët tonë, prind gjyshit tanë dhe të juft, unë sa kom rri, po flas para luftës të fundit, nuk jenë përzi me njerëz gjynaqçar në për vene. Nuk kanë hini për kafe ku frekuenton alkooli. Në vene ku shkurt, Zoti nuk është razi. Sot për shembull nuk qyret. Ku nuk qyret ku hinë, qoftë edhe namazlia më. Prandaj vëllezër, Allahu po na porosit, po thot, pe robët të mirë të Allahut janë që wa idha marru bilagwi marru kirama. Pra nuk hyjnë aty ose kur të kalojnë pranë të keqes, kalojnë duke u shmangur, pra me dinitet. Sa vani jam këtu. Nuk është për mua me hiju në këtu. Nuk është për mua që kjo shoqëri. Nuk është për mua kjo fjalë e të ngjashme. Këto ishin disa prej mësimeve nga ky citat kuranor. Sigurisht që do të përfitojmë edhe gjëra të tjera, po inshallah vazhdojmë me të edhe në javën e ardhshme. Zoti ju shpërblet për vëmendjen. Walhamdulillahi rabbil alamin.